Unë e di tash se shumë hoxhallar ka që i kanë ka 2, ka 3, 4 gra. Ato nuk kanë me dalë me thonë se timi e ka me drejt. Po, me sheriat po, me sheriat sultanit, jo 4, me sheriat sultanit bani të fala Bilal Kasomit dhe kretë këtyre xhamietit mujnë me pas edhe hareme. Prostitucionin mund ta legalizojnë se kanë legalizu edhe në botën ashtu quajtën lindjen e mesme. Mirë po shqiptaria nuk ka të bëj asgjë, nuk është pjesë e kulturës dhe traditës shqiptare haremi, as martesa me 2, me 3, me 4. Nuk është pjesë e shqiptarisë, pjesë e kulturës dhe fesë turkut. Është dhe ju që jeni duhet ta pranoni. Në Kur'an nuk e keni. Me sheriat fesë turkut e keni, se ju besoni të sheriati i babës sultan. A është i gjallë baba sultan? Jo. A është aktual? Jo, po ju e keni vazhdu se shqiptarët në Kosovë, në Macedoni dhe në ish Jugosllavi ende nuk janë pavarësu shpirtnisht, nuk janë pavarësu shpirtnisht prej fesë turke.